Daveti në rrugën e Allahut subhanahu wa taala është detyrë për çdo musliman. Por sipas mundësisë, secili sipas mundësisë. Çdo musliman e ka detyrë të ftojë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala sipas mundësisë. Dhe kur përmendim fjalën mundësi, kemi për qëllim mundësinë si dituri, sipas mundësisë që ka, sipas diturisë që ka. Mundësisë financiare, dikush ka mundësi që të merret vetëm me davet. Njëri ndoshta se ka këtë mundësi. Mundësisë fizike, aftësisë për të komunikuar me njerëzit, për të përcjellë mesazhin atyre. Aftësisë për të bërë davet me urtësi, me këshill të mirë. Allahu i lartësuar ka thënë: "Ya ayyuhal rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik." O profet, përcjellu njerëzve atë që të ka zbritur nga Zoti yt. Gjithashtu Allahu ka thënë në Kur'an: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikma." Fto në rrugën e Zotit tënd me urtësi. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Bellighu anni walau aya." Përcjellni nga unë qoftë edhe një ajet. Kështu që këtë pikë duhet ta kenë parasysh vëllezërit musliman. Sepse ka njerëz që gabimisht mendojnë se detyra e thirrjes është vetëm e hoxhës, vetëm e imamit, vetëm atij dietarit që jep mësim diku në Arabi ose atyre hoxhallarëve që japin mësimin nëpër xhamia. Po kjo nuk është e saktë, ky përfiturim është i gabuar. Thirrjen do ta bëjë secili sipas mundësive të veta, edhe përmendëm pak më përpara këta, në familje, në punë, pozicioni ku është, ke njerëzit me të cilët ka të bëj. Secili duhet të jetë thirrës në fenë e Allahut subhanahu wa taala, sepse urdhrat u përmendën pak më përpara. Dhe urdhri tregon obligueshmëri. Por një pjesë e muslimanëve e kanë detyrë që të angazhohen më shumë me davet. Dhe për këtë, dhe në këtë rast, daveti është farz kifaje. Duhet të jetë një pjesë që angazhohen me davet, thirrje në rrugën e Allahut, urdhrim për të mirë dhe ndalim nga e keqja. Ndërsa për njerëzit në përgjithësi sipas mundësisë është farz ain, siç e sqarova pak më përpara.